Ferma e VIP-ave ka rrëmbyer vëmendjen maksimale gjatë kësaj jave, ndërsa 18 fermerët kanë dhënë një shembull bashkëtese dhe harmonie me njëri tjetrin. Mirëmëngjes! O bukuroshe! Energjia pozitive nuk mungon që në nisje të ditës, moment ky që përkon më së shumti edhe me fillimin e punëve të fermës. Paçi fat, boshi qef. Hyrja e dy fermerëve të rinj, Anada Nikolari dhe Ilir Shaqiri, ka sjellë një valë të re dinamike. Prania e tyre ka mjaftuar për të trazuar ujërat dhe për të vënë në lëvizje gjithë grupin. Ndërkohë nuk kanë munguar as shkëndijat e para të flirtit, duke shtuar edhe më shumë kuriozitetin mes banorëve dhe publikut. Madje, disa dyshime kanë nisur që të qarkullojnë. Kam një dyshim për ju të dy. Ka lind diçka. A do t'i prish tash apo mas si të larsit? Sfidat e vendosura nga Agaj kanë qenë një tjetër element që ka mbajtur të angazhuar çdo fermer, duke testuar aftësitë dhe durimin e tyre në situata të ndryshme. Në qendër të vëmendjes është edhe televotimi. Akili, Indri, Rafaela dhe Gresa garojnë për të qenë më të preferuarit e publikut. Njëri prej tyre do të shpëtojë, ndërsa 3 të tjerët do të përballen me një televotim të dytë për eliminim. Në ferm kanë gjetur vend edhe debate të tjera, disa të qartësuara tashmë e të tjera ende jo. Pas eliminimit të parë, ekuilibrat të ferm janë në kundër, duke krijuar dinamika të reja që pritet të shpërthejnë në spektaklin që nis sot në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe 24 orë në 2 kanalet të dedikuara, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2. Ladies and gentlemen, the evolution